Po nëse marrim si shembull, dikush hap llogarinë në emër tëndin, çysh janë mekanizmat dhe procedurat pra pasaj që me u zbulu kush e ka bërë ato, edhe prej ku do të mja nisë qytetari? Po. Fillimisht, unë mendoj që njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm se ekziston edhe agjencia për mbrojtjen e të dhënave, sepse në sa jam unë në dieni, njerëzit nuk janë të njohur me këtë agjencion, përveç kësaj ekzistojnë edhe mekanizmat institucional siç janë policia dhe siguria kibernetike. Fillimisht, në qoftë se një person hap një llogari, së pari është shumë e rëndësishme të bëhet screenshot ose ruajtja e ekranit dhe përdorimi i saj, pastaj duhet të bëhet kopje vegza ose URL-ja. Kjo për shkak se mund të ndërrohen emri dhe të dhënat e asaj platforme, mirë po asnjëherë nuk mund të ndërrohet identiteti i asaj platforme. Domethënë kjo është hapi i parë që duhen me bë. Mandej në për çfarë mekanizma ka lënë ky si rast nëse e marrim krejt si mund të më vazhdu? Po, në fakt, të gjitha aplikacionet kanë të drejtë, ne kemi të drejtë në të gjitha aplikacionet që të ankohemi. Aplikacionet janë të obliguar që pas ankesave tona të trajtojnë këto çështje. Megjithatë, për shembull TikToku, Instagrami dhe Facebooku, duke qenë se janë platforma gjigante dhe nuk kanë seli në Kosovë, është më e vështirë. Prandaj, njerëzit duhet të përdorin edhe aplikacione të tjera